Bile koincidoj që Remziu kishte të shoqen që punonte atje tek unë nuk e dija kush ishte, po ajo kishte emrin dhe mbi emrin e nënës time. Edhe me njerë mas një viti, ajo ishte një grua e mrekullueshme, unë e trajtova shumë mirë. Edhe në momentin kur unë shkova për të haqë se të kërkojnë, ishte, do më thënë, në 7 të mëngjesit, jo nuk është Mia Vardhamit, vishë në 8 vit, edhe një tortur prej 6 orës, duke prit në lulishte, edhe çdo orë shkosh atje. Edhe për një moment saktuar Remziu, del nga zyra, unë nuk e njihsha kush ishte Remziu. Del aty në korridor e tha, ti je me vludja? Po, unë jam tha Remziu i Hajriesh. Tha, mos u bëj merak, do t'japim rrobat. Po imagjino, do të thënë, në atë ambient, të gjesh njeri që t'japi një sinjal, unë me thënë të drejtën, sa u largoha, do visha në orën 1. Sa u largova, shkova në lishte, edhe vetëm fillova të qaj, thash si ka mundësi që të ketë njerëz të mirë edhe në këtë ambient. Ishte dega e mrençme. Si që ishte dega e mrençme. Edhe mas kur thaj, mas në orën 1, shkova atje, këj filloj, po kështu, ku e ke vlajnë, si që ishin presionet psikologjike. Sa që unë arrita i thash, shkruj çfarë të kesh. Unë mendojsha, çfarë mund t'i ketë ndodhur? E kanë kap, e kanë vrarë, si motar për vllain. Edhe pastaj nuk i thash që më ka thënë Remziu për rroba, se po t'i thoja dilte një diçka që s'qëndronte. Ishte diçka pa besi nga ana ime. Pastaj ai më ka prit shumë ashpër. I thash unë shkruaj. Mia Vardhami. Mia Vardhami. Edhe kam taku dhe mas sa vitesh edhe po të njëjtin qëndrim. Edhe nuk e harroj kurrë atë fytyrën e kuqet e atij njeriu, se njeriu mund të bëjë detyrën, po gjen formën si komunikon. Ai arritëm tha, nëse ti nuk flet, ç'të fliçë unë shkruaj. Unë të hedh tavolinën kokës. Por zotëri, tha, shkruaj çfarë të kesh qefin proces verbal. Edhe unë do të vej firmën, se derisa mua më zhduk vllai, për mua nuk ka rëndësi asgjë. Kështu ikëm edhe nuk më thirrën më pastaj për asgjë. Vetëm sinjale kështu s'na kishin ardhur, me thënë që e kemi parë këtu, siç ishin llafet e njerëzve. Shumë vite, pra. Po, mas shumë vitesh, vetëm për herë të parë, unë e thash dhe aty në emision, i Kaloshi erdhi, kishim strehuar në familjen djalin e Xhaxhait, pra e njihnin më përpara dhe e njihnin djalin e Xhaxhait, edhe ai tha ka ardhur, tha kushëriri im nga Amerika dhe unë do shkoj ta pyes. Sa e mbani mend se çfarë vite ishin? 92-shin, pra mbasi u ndryshoi Shqipëria. Epokës së re, po, mas epokës së re, se në atë kohë kush fliste, kush kishte guxim. Edhe i kishte thënë vllait tim që kështu se vllai elektricist kishte shku, kishte punu ke shtëpia e tyre, këto këta kishin ardhur nga internimi edhe ai tha kështu. Unë tash duke menduar, thash mbase vllai, si njeriu dëshirën e madhe që ka për tashu, mos i ka punu fantazia, po shkoj ta takoj vetë. E takova vetë personalisht të person? Vetë personalisht, tha, po çfarë do tha prej meja? Ato që i kam thënë Osmanit, tha, po ti them dhe ty. I thash unë, megjithatë kisha dëshirë ti dëgjoja. Ti dëgjoj gojaris pra direkt thash nga ju. Edhe më tha, unë tha, e kam taku vllain tuaj, tha, ka në New Jersey, tha. E tregoj brun, simpatik, trupi gjatë, Alamet Kigu ishte, tha. E takova dhe më tha që unë jam djali Ramazan Demës. Mi po çuditërisht dajet e këtyre kaloshve kanë det, këto janë nipat e Tafkaziut në mos gabohem, edhe kanë ke gjyshi jon, ke kolles. Pra, ka njohur dhe më përpara Po, kështë njohur edhe gjyshin, jo Muhamedi, po kështë njohur babën tonë, baba im ka qenë arsimtar, edhe e kam mbrojtha, e kam ndihmuar, edhe e kam ndihmuar shumë, tha. Pastaj na u zhduk, tha, na 8 vjetë. Mas 8 vjetë, tha, u bëj një dasëm në New Jersey. Përpara se ky zotëri pra ju tha se e kam takuar, e kam ndihmuar, për çfarë vitesh fliste? Fillim fare. Pra shku mas 3 vjetë që ishe larguar. Në vitet 80, unë e kam takuar, tha, në New Jersey. Edhe me që se koincidonte edhe emri i babajt, edhe profesioni, edhe familja, edhe nga gjyshi, nga nëna, nga këllez që kemi nënën e. Edhe kështu që ishte shumë bindës në të folurën e vetë, tha çfarë do prej meje. Pastaj tha Muhamedi, tha, unë e takova dhe në 8 vjetë u zhduk, tha. U shkëput, nuk e shifsha më, tha, në një dasëm,
Mu afrun tavolinën dhe tha, zoti Kaloshi, nuk po mjef, unë jam filani. Ishe martuar, me një grua të huj. Tha që do prej me, tha shumë, që më vetëm ti thoni, tha shumë që e kërkojmë. Nuk kemi asë gjë, se në atë kohë kur u largon dhe një njeri, kuptohesh, do më thëmë pasoj që kështë familja, edhe unë duke ditë sedrën e vlajt tim, e tha vetëm ti thua që ne pasoja s'kemi pas, edhe faktikisht. Ta shi jo se unë trajtohesha në pozitë inferiore, kam bjetuar për efekt anës profesionale, edhe me thënë të drejtën, në më thënë, në internim nuk më quan, si që shumë familjen e Petrës. A ndoshta ishte opinioni ndërmarrjes ku unë punoja në ndërmarrjen kimike të Tiranës. A ishte ana profesionale që më vlerësoshin edhe nuk e di se çfarë them. Përveç këtij zotrie, pra i cili vinte nga New Jersey dhe ju kishte dhënë këtë lajm, nuk keni marrë asnjë lajm tjetër. Pastaj ky u tha më jep një letër, tha t'ja jap unë atij se kanë ndodhur shumë raste tjetër që kanë thënë pse ke thënë emrin tim, pse je takuar, pse. Edhe unë imagjino të shkruaj një letër mas kaq vitesh i zhdukur, gdhiva gjithë natën, t'ja çoj letrën ti zotrisë. Ja çova letrën, i thoja që ne s'kemi pas pasoja, mund të vishtu, mund të shaq këtë duash. Se me thënë të drejtën ishte tip antikomunist i tërbuar, se e shifte dhe më thënë se që pasoja kishte sistemin, për që pasoja kishte pas. I mat ishte arsimtar i pari Tiranës, një nga të parët, kishte hap shkollën, kishte shit pasuri për të hap shkolla pa lek, edhe ka fleta nderi nga qeveria Fenolit dhe nga Zogu, qeveria Zogut që ka dhënë mësim pa lek. Edhe me gjithate, baba jonë përfundoi në burg, edhe doli në sistemin komunist në vitin 47, doli pa thojt e durve dhe të këmbëve. E kishin torturuar në mënyrë të tmerrshme. Kjo kishte ndikuar shumë dhe vazhdimisht në vitet e tjera në mënyrë të tmerrshme sistemin. Bile një herë, se ç'shnolli domethënë, unë më dhan bëra një studim i thënçin, por jo kam thënë duke edhe tjetës duhet bëhem e bezdisur. Edhe mua bashkime profesionale më nxorën novatore të Shqipërisë, me ishim se kishim kushtet prej babait, prej tezeve, prej gjithë njerëzve ishim të prekur, domethënë na kishim marrë pasurinë të gjitha, ç'kishim na kishin lënë vetëm në shtëpi. Edhe më dhanë një bust e Enver Hoxhës si që ishin stimujt ato. Edhe unë duke menduar që do vishin bashkime profesionale për vizitë, se novatore e Shqipërisë nuk ishte kollaj. Edhe thash po e vej këtë në një vend të dukshëm, se s'kishim as si fotografitë e Enver Hoxhës në shtëpi. Kur vjen nga puna ky e ç'është ajo ty thon? Thash aman, medi thash se mund të vinë ato të ndërmarrjes për vizitë, thash. Ai një të marrë mes të borrit të thyrë, s'ka vend ky shtëpi tonë. Kur tha, nuk e shoh tha. Le të vinë ato. Ky njeri tha mbend në shtëpi tonë nuk ka vend. Pra, kështu që këto pasoja e bën atë të shumë. Lujti ke filmi, se kishte qef shumë për art, lexonte librat e tij. Bernardi ka pas rast i shofi në bibliotekë. Lexonte shumë, kishte qef të mbaronte shkollën, të bëhesh artiste, ishte edhe i bukur. Kështu edhe ne kishim një punat regjisor Gzim Merabara, i cili ka vdekur vitin e kaluar dhe unë e kujtoj me respekt madh. E mori si figurant. Ndërkohë duke ndjekur dhe pamjet e filmit, ka qenë filmi në fillim të verës, apo jo? Në fillim të verës. Muhamet Dema luan një rol episodik. Gjithsesi figurist për këtë rol ai është kritikuar, apo jo? Po, ky na pak flokët i qik më të gjata se qishte, flokët Kaçurrela, shuja i thanë ato. Po, një film atëherë vënte 10 milion lek. Këto vite se ky punonte kryetari frontit tek ne, nga që e dinte që ishte djalë i mirë, nuk pyeti fare, ishte drejtor i Ministrisë së Brendshme, të Ofqinës Ministrisë së Brendshme, Pandi Cerenaku, të cilin unë e kujtoj me gjithë respektin e madh që kam për atë njeri, se s'ka ditë kur të bëj luftë klasësh në lagjen tonë. Ai e mori, sot erdhi nga ushtria, të nesërmen e mori, hajde dishëm punë atje, tha elektroauto. Nuk të lejon ty, tha që të rish rrugëve. Edhe e mori punë. Këto tash si që ishin këto lufta atë, vite shefi kuadrit. Pse ka lënë flokët e gjata Muhameti? S'kan qenë atëherë pra pse ka bërë kështu? I thonte nëna shkret. Unë s'marr vesh, i thonte nëna. Pse ma trajtoni keq çuni? Çka ka bërë çuni? Ai është duke luajt filmin se la dhe një herë mustaqet. E keni ka aty fotografi me mustaqe. Pse ma trajtoni keq ta? Që ai është djalë i ri, tha, nuk ka. Bile i tha atij shefit kuadrit, ju i keni flokët më të gjata se sa djali im, tha. Edhe hoqën